Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në takimin tonë të radhës me fazën eliminatore të Ridibet, kampionatit kombëtar të debatit, I cili këtë vit e ka vendosur fokusin e tij në ekonominë qarkulluese, dhe për të 8 vit radhë zbatohet nga organizata Liburnetik me një mbështetës të ri, sikurse është Giz Albania, përmes projektit BE për ekonominë qarkulluese dhe qytete të jetueshme, I bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Sikurse thash pak më parë, jemi në fazën eliminatore, kjo është dita e dytë dhe në këtë përballje të parë të kësaj dite do të kemi 2 shkollat, nga Tirana shkollën teknike ekonomike dhe nga Lezhë shkollën rogacioniste, dua një dorë tërkitje për të dyja skuadrat. Ju e dini që në këtë fazë një nga skuadrat do të ketë drejtën për të vazhduar garën përsa I përket çerek finaleve të para, që janë caktuar fillimisht dje, do të kemi 2 debatet e para të çerek finale që janë midis shkollës Sami Frashi dhe Naim Frashi nga Durrësi dhe debati tjetër është ai I shkollës Asim Zeneli me shkollën Harry Fulls. Sot do të zbulojmë edhe se cilat do të jenë përballjet e ardhshme që I takojnë pikërisht kësaj faze. Në këtë debat do të kemi edhe një trup gjykuese, sikurse janë këtu me ne dhe ndoshta disa prej tyre I njihni. Lingjet Malli, aktivist I njohur përsa I përket punës me të rinjve dhe angazhimit që ka në shoqërinë civile, nga ana tjetër Brigilda Deda, pjesë e organizatës Liburnetik, dhe Harold Koxhaj që na është bashkuar këtë vit në trupin e gjykatës, vjen nga shoqata PVN. Por nga ana tjetër është mjaft I njohur me formatet e debatit sepse ka qenë edhe gjykues në mos gaboj, edhe pjesëmarrës, por nga ana tjetër dhe punon prej 10 vitesh me të rinj, kështu që kemi një juri shumë të mirë përsa I përket gjykimit që do të bëjnë edhe padyshim që sikurse ju keni bërë një trajnim dhe kriteret e vlerësimit tashmë I dini dhe ata kanë bërë një trajnim përsa I përket mënyrës se si do të vlerësojnë sot performancën tuaj. Mirë, mbasi kemi bërë hyrjen, do të shohim tani edhe se cila do të jetë tema përsa I përket debatit të parë, debatit të skuadrave. Klajdi të lutem ndihmon pak me videoprojektorin. Seleksojmë videon tjetër. Megjithatë, ndërkohë që Klajdi e shfaq në ekran, unë po ja u lexoj, është transformimi menjëhershëm digital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit. Besoj temën e dim, domethënë jemi të njohur me të. Kështu që do të bëjmë vetëm caktimin e qëndrimit që do të mbajmë 2 skuadrat në këtë takim të parë, kështu që do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës rogacionistëve, tek globi I vogël, lutem. Pjesë e hapur. E tregojmë nga kamera. Kundër do të jenë rogacionistët në këtë debat të parë, ndërsa pro do të jetë skuadra teknike ekonomike. Keni 7 minuta kohë përgatitore.
Mirë, bëhemi gati tani, të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave, ku të 8 anëtarët do të kenë të drejtën e fjalës dhe do duan të japin argumentet e tyre. Do filloj skuadra që mban qëndrimin pro, në rastin konkret shkolla teknike ekonomike, dhe do të pasohet pastaj nga rogacionistët që mban qëndrimin kundër. Tema është, a është transformimi me njerëshëm digital në ofrimin e shërbimeve publike një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit? Mund të filloni. Të nqëtjeta qitu, unë quhem Genis Kolishe dhe kam kënaqësinë të nisë këtë debat duke përshëndetur jurin dhe gjithashtu skuadrën debatuese. Për sa i përket qëndrimit pro ndaj digitalizimit dhe transferimit publik, në botën që ne jetojmë sot koha është para, letra është luks dhe patjetër duhet të themi që bota po diqet nga ngrohja globale dhe momentalisht digitalizimi është një emergjencë. Le të flasim se administrata publike në Europë përdor mbi 30 miliard flet letër. E dini këtë gjë, e cila mund përkthehet nga Eurostat në vitin 2023 si 3.5 milion pemë. Dhe që të rrisim vetëm një pemë të vetme, na duhen 15 vite. Ndërkohë, për të krijuar një sistem të vetëm, i cili mund t'i kushtoj buxhetit publik deri në 11 miliard vite. Në shumë vende të ndryshme si në Suedi, Japoni janë përdorur këto duke e kthyer në një mjedis më cilësor nëpërmjet digitalizimit. Por le të flasim për Shqipërinë, nga Ministria e Financës dhe Agjencisë Publike na vjen në ndim se 200 milion euro përdoren në vit për përdorimin e letrës dhe mirëmbajtjen e tyre. Si mendoni, sigur 50% të këtyre të investonim në buxhet dhe në zhvillimin e digitalizimit, duke na sjellë kështu eficiencë dhe përkatësi. Faleminderit.
Okej. E dëgjova me vëmendje atë që ju thatë, por nuk jam dakord me të, pasi nga një këndvështrim tjetër unë mbështes argumentin se digitalizimi I shpejtë është shumë I rrezikshëm për sigurinë kombëtare. Sistemet online janë vazhdimisht të ekspozuara ndaj sulmeve të ndryshme kibernetike. Shqipëria është gjithashtu një vend që ka pësuar një sulm kibernetik, ku nuk mund të lëm papërmendur, ku në korrik të vitit 2022, Shqipëria u përball me një nga sulmet kibernetike më të rënda në rajon, ku u sulmua sistemet e akshit dhe u ndërprej përdorimi I Albanias për një kohë të gjatë. Nga Microsoft, një studim I bërë në vitin 2022 tregon se ky ishte një sulm I ardhur nga një aktor shtetëror dhe që tregoi mjaft dobësi të sigurisë tonë kombëtare. Ka gjithashtu dhe në Irland, ku është dëmtuar sistemi, ku është sulmuar sistemi I shëndetësisë, ku nga ky sulm janë detyruar të anulloheshin shumë takime apo operacione që kanë vënë në lojë jetën e pacientëve. A nuk është ky një sinjal I qartë që tregon se digitalizimi I shpejtë pa masat e duhura është shumë I rrezikshëm? Përshëndetje, jam Viola Shkëmbi, nuk e hedh poshtë atë që thatë, por do doja ta shikojmë edhe nga kjo perspektivë tjetër. Sot ne shikojmë që digitalizimi është bërë pjesë e përditshmërisë tonë, si për ne si dhe për shtetin. Dhe digitalizimi ka sjellë ndryshimin për administratën dhe mënyrën se si ne marrim shërbimet tona online. Me platforma të ndryshme, si një më e njohura e-Albania, ne shikojmë që dokumentat që kërkojmë mund t'i marrim përmes një klik nga telefoni, pa pasur nevojë të presim disa ditë. Dhe më shpejt dhe më me efikasitet dhe pa burokraci. Vetëm në vitin 2023 ne shikojmë se 95% e shërbimeve tona u morën online, pa pasur nevojë të presim në zyra që mund të kenë ikur për kafe. Faleminderit. Duke dëgjuar argumentin tënd, duke të bi dakord sepse kur flasim për një tranzicion në një sistem të plot digital, duhet të flasim për të grupime sociale që nuk janë të aftë ose nuk dinë të përdorin këto sisteme digjitale. Një grupim I tillë do të ishte edhe mosha e tretë, ku sipas studimeve të ndryshme, siç është ITU, që është bërë në Europë, rreth 35% e moshës së tretë nuk kanë përdorur asnjëherë në jetën e tyre një pajisje që është smartphone dhe një pjesë e tyre 82% nuk dihen konfident mjaftueshëm të përdoren për ndihmë të jashtme. Prandaj, duke folur për një sistem të plot digital dhe duke dëgjuar këto fakte, a nuk ka vlen me të thuhet që është të vërtet një vendim I duhur të kemi një tranzicion të plot digital kur është më I dëmshëm se dobishëm për disa grupime të caktuara sociale? Përshëndetje, unë quhem Anais dhe sot unë e dëgjova opinionin e parafolësit, megjithatë më duhet ta kundërshtoj, pasi unë sot u drejtova te diçka precize si ligji, I cili dikton në ligjin 10.237 që digitalizimi I një shteti do të sjellë jo vetëm ulje të burokracisë, por do të sjellë rritje të ekonomisë, qarkulluese, rritje të transparencës me publikun dhe një mundësi të gjerë të aksesit në dokumenta dhe informacion. Gjithashtu neni 59 dhe ligji 121 I vitit 2016 thekson dhe dikton rreptësisht pjesëmarrjen e çdo grup moshe në jetën sociale dhe gjithëpërfshirjen. Pra, një sistem I ngritur nga shteti nuk mund të shkojë kundër ligjeve të krijuara nga vetë ky shtet. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Amelia. Atëherë dëgjova me shumë vëmendje argumentin tuaj, por nuk jam as pak dakord, pasi automatizimi masiv si një proces që është indikuar nga inteligjenca artificiale apo teknologji të tjera, po prekin ndjeshëm sektorin publik. E si mund të quhet teknologjia një mjet inovativ apo integrues, kur një raport I Deloitte thotë se deri në vitin 2030 rreth 700.000 vende pune mund të mbasin administratën britanike pikërisht për shkak të digitalizimit. Pra, edhe pse një armik I padukshëm edhe ai has problematikat e veta, të cilat mund të jenë mungesa e investimeve, aftësive digjitale apo gjithashtu dhe popullsisë specializuar. Pra në këtë botë kompjuterike ku ne jetojmë çdo ditë, mendoni se është më e rrezikshme që të nënshtrohemi një sistemi të tillë kompjuterik apo konsiderohet më e rrezikshme që të mbetemi pas dhe të pa updateuar shumë në këtë pjesë? Përshëndetje, unë quhem Helga, duke respektuar mendimin e Amelias, unë kam një qasje tjetër. Nëse sot në 2025-ën ende dikush guxon të mbrojë një administratë pa aftë dhe të ngathet, ose nuk kupton çfarë është efikasiteti, ose nuk dëshiron që qytetarët të marrin shërbime dinjitoze. Pra, transformimi digital nuk është më një opsion, është ndarja midis përparimit ose dështimit. Sipas një raporti të OECD-s, digitalizimi rrit efikasitetin me 66%, duke larguar burokracinë dhe
gabimet e pafundme njerëzore. Pra, pse duhet një qytetar të presë 3 ditë për një dokument kur Estonia e bën këtë në pak minuta? Pse duhet një shtet të groposet në male dosjesh dhe gabime të pafundme kur sistemi elektronik e eliminon të gjitha këto? Nëse dini që ka një zgjidhje më të lirë, më të shpejtë dhe më efikase, si justifikon ende një sistem të ngadalt me gabime duke abuzuar me paratë e qytetarëve? Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, unë quam Leandro. E dëgjova me mendje argumentin tuaj, por më duhet ta kundërshtoj. Pasi do të doja të sjellja një pikpamje tek pjesa e digitalizimit, e cilat janë të dhënat e mëdha apo edhe big data, që me të vërtetë, sikur thatë edhe ju, ofrojnë një efektivitet të madh për sa i përket vendimeve dhe sjellin shumë të mira. Por këto të mira pasohen edhe nga probleme sociale. Marrim si shembull pjesën e shumë personave që jetojnë në zona rurale, të cilët nuk kanë as shumë mundësi për të qenë nuk kanë shumë mundësi për internet kundrejt personave që jetojnë në zona urbane. Marrëm një shembull i cili është Instati, një raport 2022-shit, ku vetëm 61.6% personave që jetojnë në zona rurale kanë akses të internetit, kundrejt 86.2% që jetojnë në zona urbane. Pra, nuk do thotë kjo që nëpërmjet digitalizimit do të krijohet një ndekje pavarësisë sociale në shoqërinë tonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Arbri dhe në të vërtetë transformimi i menjëhershëm digital është një hap tejet pozitiv drejt një vizioni më të madh, e cila është ekonomia e qarkulluese. Faktor pozitiv të këtij transformimi janë reduktimi i kostave, shkurtimi i kohës së pritjes në radhë dhe lehtësia për njerëzit të cilët mund të jenë të zënë ose thjesht pamundur për të qëndruar në radhë dhe për këto shërbime. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, mbrojtja e mjedisit pasi ulet sasia e mbetjeve të krijuara nga administrata. Sipas Transparency International, një studim i bërë në vitin 2023, 75% e njerëzve preferojnë të përdorin shërbimet online. Po ashtu studimi i bërë nga Komuniteti Evropian i Zhvillimit dhe Teknologjisë në Danimark tregoi se 90% e njerëzve pohuan se shërbimet online sjellin lehtësi në jetën e tyre. Ju përmendët më parë sulmet kibernetike në spitale dhe që ju bëi Albanias. Pse mos i përdorim si mundësi për përmirësim e mos i shohim si fundi? Po ashtu i përmendet një shembull tjetër që tha 35% e njerëzve se kanë përdorur Albanian dhe nuk kanë ose shembuj të tjerë të këtij aplikacioni. Po 65% si tjetër, pse ti pengojmë këta nga ky zhvillim? Së fundi ju përmendet vendet e punës rreth 700.000 njerëz kishin humbur vendet e tyre të punës. Ato në vërtet zëvendësohen dhe nuk humbin. Atëherë nuk pajtohem me mendimin se digitalizimi i sistemeve është një mënyrë pa komplikime, sepse pengesat institucionale dhe politike bën vështirë zbatimin e reformave digjitale. Mos koordinimi ndërinstitucional, rezistenca ndaj ndryshimeve dhe gjithashtu interesat politike kundërshtuese e bëjnë më të vështirë dhe krijojnë një mjedis ku implementimi i teknologjive të avancuara ngadalësohet. Çfarë sjell kjo? Kjo që në humbje financiare dhe në vënesën në dorëzimin e shërbimeve tek vetë qytetarët, duke thëdhuar hendekun midis tyre dhe institucioneve publike, duke bazuar në një sondazh të kryer nga Kryqëzimi për Inovacion në Administratë në vitin 2021, ata vëren se rreth 35% e qytetarëve vëren një përjashtim më të thëdhuar nga shërbimet publike për shkak të pengesave institucionale dhe politike në digitalizimin e sistemeve. Prandaj, pa reforma institucionale të thëdhuar dhe një angazhim politik të qëndrueshëm, transformimi digital mund të përkeçojë me parashtimet sociale dhe të dështojnë arritjen e potencialit të tij transformues në shoqërinë tonë. Dhe ju Përshëndetje, unë jam Noara. E respektoj mendimin tënd, por mendoj se vlen të përmendet dhe fakti se digitalizimi i administratës ka si një benefit kryesor rritjen e besimit tek qytetarët. Pra, informimi rreth shpenzimeve, vendimeve apo veprimtarive të institucioneve në mënyrë digjitale e bën më të lehtë për publikun. Sipas Transparency International, në vitin 2024, 67% e individëve në vende ku është adaptuar kjo lloj teknologjie tregojnë si është rritur besimi ndaj administratës. Dhe institucionet janë bërë më të përgjegjshme duke përmirësuar marrëdhëniet mes individëve dhe administratës. Në Suedi, digitalizimi i shpenzimeve publike ka sjellur rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë së administratës, duke shmangur keq përdorimet e buxhetit dhe shmangur përdorimet e kompanive fantazëm. Pra, digitalizimi i administratës jo vetëm që përmirëson marrëdhëniet dhe rrit besimin, por forcon dhe demokracinë e një shteti. Faleminderit. Është shumë e diskutueshme ajo që ju thoni, pasi kur flasim për teknologjinë, e dim që mund lindin probleme që lidhen me privatësinë dhe me cënimin e saj. Shumë organizata ndërkombëtare në fakt e kanë theksuar nevojën e adresimit të rreziksheve që lidhen me këtë proces. Sipas një studimi të Ora News, pra të medias shqiptare, numri i shkeljes së të dhënave në Europë është rritur nga 335 në ditë në vitin 2023 në 363 në vitin 2024. Po ashtu një shembull tjetër mjaft i prekshëm në thonjza
është Shqipëria, ku sipas një raporti të vitit 2016 nga Lëvizja Mjaft, vetëm 42% e kërkesave për informacion publik janë përmbushur nga qeveria shqiptare. Në këtë kuptim, inovacioni teknologjik dhe politikat e mbrojtjes së të dhënave duhet ecin paralelisht me njëra tjetrën. Ndryshe, besueshmëria e njerëzve automatikisht bie dhe arritja e sistemit që synohet të arrihet është pothuajse e pamundur. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Megi. E vlerësoj mendimin tuaj, por në fakt, duke mos e hedhur poshtë, dua të them faktin që duke kuptuar edhe diçka që ju thatë. Ju thatë që bie besimi i qytetarëve. Por a nuk mendoni ju se në një botë të padigitalizuar besim qytetarësh nuk ka fare për shkak të korrupsionit? Sepse dua të them diçka, nëse korrupsioni do të kishte makt, pa diskutim që do të ishte digitalizimi. E dini pse dua të më ndiqni pak logjikën time, sepse kompjuteri nuk të thotë eja nesër. Kompjuteri nuk merret me mbiemrin tuaj ose me kushërinë e kushëririt. Dhe mbi të gjitha nuk merr zarfa. Sipas MIT Technology Review, vendet e digitalizuara kanë ulur korrupsionin e tyre me 55%. Një vlerë e konsiderueshme apo jo? Mos lën pas Lituanin, që tashmë zyrtarët e korruptuar janë zhdukur si telefonat Nokia. Mund të ketë ndonjë për relik, po janë zhdukur më së shumti. Gjithashtu, dua të kujtoj që ne duam të integrojmë në BE apo jo. Një ardhmë shumë e mirë, e ndritur, me kushte më të mira, por duhet të kujtojmë që një nga pikat kryesore është edukimi i korrupsionit. Pra, ne thjesht duam një të ardhmë të mirë, por pa bërë asgjë vetë dhe arrin në pikën të them që transformimi digital është një mundësi. Faleminderit. E vlerësoj argumentin tuaj, por nuk bie dakord. Investimet fillestare që kërkohen për të kaluar në sisteme digjitale janë shumë të larta dhe përfitimet reale shfaqen vetëm pas shumë vitesh. Për të kryer këtë digitalizim, kërkojnë pajisje të reja teknologjike, kërkojnë sisteme të avancuara të cilat harxojnë shumë energji dhe jo vetëm kjo, por kërkojnë trajnime që në vende si Shqipëria duket se kanë mungesë të dukshme. Sipas një studimi nga OECD në 2021, për të dhëna ekologjike kërkohen miliona euro dhe përfitimet mjedisore shfaqen për një periudhë pas një periudhe të gjatë kohore. Në Shqipëri, kompanitë të cilat kanë hedhur këtë hap drejt digitalizimit kanë shpenzuar shumë energji për ta nisur si iniciativë dhe përsëri këto përfitime janë shfaqur më vonë. A nuk është një paradoks që të rrisësh si fillim uljen. Atëherë përshëndetje, quhem Joel. Transformimi i njerëzshëm digjital rrit procesin e përshpejtimit të proceseve ligjore. Sipas OECD-s, vendet që kanë bërë implementimin e sistemeve administrative qeveritare digjitale kanë përshpejtuar procesin e përfundimit të aferave dhe kërkesave ligjore me më shumë se 53%. Marrim si shembull Gjermaninë, kur para tranzicionit digjital kërkoheshte deri në 6 javë për të bërë ndryshime ose krijuar një biznes. Por post tranzicionit digjital kërkohet vetëm 3 ditë. Pra, duke nxitur investimet dhe konkurrencën. Pra, në literalisht, po nëse do ta bëjmë tranzicionin digital, do të funksionojmë si makinë kohe. Dhe si ku ti investimesh. Besoj se asnjëri nga ne, në mendjen ti të drejtë dhe me sinqeritet nga ndaj vetjes, nuk do të thoshte jo këtij investimi dhe këtij ndryshimi. Kam një pyetje tjetër. Pse nuk në çdo nga argumentet tuaja ju morët për bazë vetëm të veçantë? Të veçantat nuk e hedhin poshtë rregullin. Dhe pse nuk e hodhët poshtë asnjë nga argumentet tona? Faleminderit. Atëherë vlerësoj argumentin tuaj, por nuk jam as pak dakord, sepse ju harroni ta shihni nga këndvështrimi tjetër. Mbështetja e tepruar në teknologji, nga njëra anë është edhe jashtëzakonisht e rrezikshme, apo jo? Sepse vetë proceset digjitale nuk janë imune ndaj sulmeve kibernetike, dëmtimeve softwareike, apo edhe ndërprerjeve të energjisë elektrike. A mund t'i mohojmë ne këto? Patjetër që jo. Atëherë, shembull të mirë, këtu mund të marrim Spanjën, që jo më pak se një muaj më parë, pra me 28 prill, pësoi një ndërprerje të energjisë elektrike. E çfarë solli kjo? Patjetër që dëme të jashtëzakonshme ekonomike. Këtu mund të përmend që vetëm organizata e punëdhënësve raportoi një ulje me 1.6 miliard euro, e patjetër edhe CaixaBank raportoi një ulje me 34% të shpenzimeve familjare. Pra, duke parë rreziqet e mundshme dhe të lidhura me mbështetjen e tepruar në teknologji, a nuk tregon kjo qartë se sistemet tradicionale mbeten të pazëvendësueshme? Faleminderit. Tani është rradha e debatit të dytë, debatit e lidera, për që do të thotë pesha do të bjerë mbi ata dy element, komponentë të skuadrave që do të përfaqësojnë skuadrat.
Në këtë përballje do të kemi Kesin dhe Arbrin. Dhe tema do të jetë një nga këto që do të zgjidhet nga juria në këtë fazë. Atëherë, tema do të jetë inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Nuk dyshom shumë nga debati i parë, sepse mbetemi gjithmonë tek komponenti teknologji. Kështu që do të bëjmë tani edhe ndarjen e qëndrimit që do të marrë liderat. Hajde. E tregojmë nga kamera. Pro, do të jetë Arbri, ndërsa Kesi do të mbajë qëndrimin kundër. E lexojmë edhe një herë temën. Inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Është e qartë? Keni 7 minuta kohë përgatitore.
Mirë, do të flasim në këtë debat të dytë për inteligjencën artificiale, rreziqet e saj apo prot që mund të ketë si teknologji e re. Do të filloj Arbri që mban qëndrimin pro dhe do të vazhdoj pastaj Kesi që mban qëndrimin kundër. Do të keni 4 ndërhyrje në total nga 2 minuta maksimalisht. Suksese. Faleminderit. Atëherë përshëndetje edhe një herë. Kësaj here jo ndryshe nga hera e parë, marr rastin për të shëndetur jurin, edhe panelin e kundërshtarëve dhe suksese të gjithëve. Atëherë tema edhe një herë dua ta përsëris, është inteligjenca artificiale është instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Si fillim mund të marrim si bazë se argumentet tuaja përgatitore janë krijuar 99% me AI përgatësisht. Një temë tjetër që dua të prek, me cilën dua ta filloj, është mjekësia. Faktikisht mjekësia kohët e fundit ka pasur një zhvillim teje të madh për shkak të inteligjencës artificiale, ku mund t'japim një shembull shumë të thjeshtë. Mjekësia ka printer 3D që kanë dalur kohët e fundit, që kanë pasur rezultate shumë pozitive në krijimin e protezave dhe kanë reduktuar kohën e doktorëve nga rreth 2 deri në 3 muaj për rreth punë ditësh. Dhe kjo ka ndihmuar shumë njerëz, të cilët kanë qenë mjaft krenar me punën e bërë, si nga ana doktorëve dhe nga ana e pacientëve. Në krahun tjetër, inteligjenca artificiale është foshnja e njerëzimit, siç mund ta themi ndryshe, që ne mund ta rrisim dhe ta përmirësojmë që të na bëjë jetën tonë më të thjeshtë, më të bukur dhe më të saktë, ku ne jemi maksimalisht të aftë për të arritur qëllimet tona me punë sa më të thjeshtë dhe pa u lodhur shumë. Në krahun tjetër, platformat e ndryshme arsimore me ndihmën e inteligjencës artificiale ose ndryshe AI, si ajo që përdorim në shkollën tonë, e cila quhet Mësofet, ndihmojnë edhe nxënësit më të dobët, pa përfshirë ata të aftë, që të përparojnë në mësime dhe të mos kujtojnë se do të ngelin mbrapa, pa zhvillim dhe të ngelur aty ku janë, vend numëron ndryshe. Një shembull tjetër mund të marrim platformën e shërbimeve online e-Albania, e cila ka lidhje edhe me temën që zhvilluam më përpara me digitalizimin. E-Albania, siç e dimë neve, ka shkurtuar kohën e tonë të pritjes, ka ulur reduktimin e kostove për qeverinë shqiptare dhe ka ndihmuar njerëzit që në vend që të punojnë gjithë ditën edhe kur ka kohën e lirë të shkojnë të shpenzojnë në radhë, ata thjesht mund të shkojnë në shtëpinë tyre, të bëjnë një aplikim disa minuta dhe në bazë të asaj që kanë kërkuar, ta marrin këtë përgjigje për punë minutash. Faleminderit. Okej, përshëndetje edhe një herë. Unë jam Kesi, e dëgjova me shumë vëmendje Arbër atë çfarë ju thatë dhe dua të nis në fakt me një pikë që ti ceke, që ishte se dhe ju përgatitjet për debat i keni marrë me inteligjencë artificiale, nuk duhet jeni shumë i sigurt për këtë. Më pas përmendët mjekësinë, a do doje ti Arbër që një ditë ty të vizitonte një mjek i bërë nga inteligjencë artificiale apo të merrje një operacion nga ai mjek dhe pse? Përmendë që mund të ndihmonte nxënësit me më pak aftësi për t'i kuptuar gjërat. Por Arbër, dua të them se inteligjenca artificiale në fakt vetëm të jep ripërtëritje informacioni, nuk të shton ty mënyrën se si ti i mendon gjërat, nuk të rrit ty sensin kritik dhe logjik të
interpretimit apo të arsyetimit të gjërave. Në jetë jo gjithmonë do të kemi një pajisje me inteligjencë artificiale për të na ardhur në ndihmë, çfarë do të thotë se jo gjithmonë inteligjenca artificiale është një zgjidhje që na ndihmon ne për këtë gjë. Pra, ne duhet ta kemi vetë sensin ton logjik për të arsyetuar dhe për të menduar gjërat. Më pas përmendet se na jep informacion. Është fakt që inteligjenca artificiale jep informacione të gabuara me 20% të rasteve. Gjithashtu, nga një studim i bërë nga UNESCO, 48% e të rinjve janë të vetëdijshëm për këto gabime të cilat bëhen nga inteligjenca artificiale. Se të falenderoj për opinionin tënd, por fatkeqësisht më duhet ta hedh poshtë. Fillimisht do të doja të nisja përsëri me argumentat e mi dhe t'i ripërsëris edhe një herë nëse nuk i kuptuat siç duhet. Atëherë për sa i përket mjekësisë, doja të thoja që nëse mjeku e AI është më i aftë se mjeku i vërtet, atëherë nuk mendoni dhe ju se në të vërtet duhet ta ndryshojmë mjekun e vërtet dhe të vendosim këtë mjek e AI, pasi në ky mjeku e AI është një mjek që nuk do bëj kurrë gabime, ndërsa përqindja e gabimeve të njerëzit mund të jetë më e madhe. Unë nuk do doja qetën time ta rrezikoja në duart e një mjeku real, nëse ky mjeku e AI është jashtëzakonisht shumë i përparuar se mjeku i vërtet. Në krahun tjetër, revolucioni i inteligjencës artificiale është i pashmangshëm. Kështu që ne duhet ta përdorim ose të ngelim prapa, nuk do të avancojmë si pjesa tjetër e shoqërisë, nuk do të kemi përparim dhe nuk do të arrijmë aty ku duam, aty ku kemi qëllim të arrijmë në jetë, e cila besoj edhe për ju do të jetë sa më lart. Po ashtu, disa nga personat që përdorin këtë inteligjencë artificiale sa më shumë janë dhe biznese të ndryshme. Këta e përdorin inteligjencë artificiale për zhvillim dhe përfitojnë shumë të ardhura. Një shembull mund të marr nga një kompani japoneze, e cila në vend që të vendoste një person real në krye të kompanisë në rolin e CEO-s, e hoqi këtë person dhe në vend të tij vendosi një inteligjencë artificiale. Pas 2 muajsh u vure se ky biznes ishte zhvilluar me 67% më shumë nëse 2 muaj më përpara, krahasuar me një shef të vërtet. Do të thotë që inteligjenca artificiale ka bërë një punë më të mirë se sa ky person real. A nuk mendon ti se ti besoj nëse do ishte në krye të një biznesi, nuk do doje të kishe fitime maksimale apo thjesht do doje të kishe një person real dhe të kishe një fitim minimal? Unë personalisht do të zgjidhja gjithmonë personin jo real, po krahun tjetër, inteligjencën artificiale, nëse fitimet e mia do të ishin më të larta. Po ashtu, nëse njerëzimi do të kishte mendime paranojake, s'do vepronim fare, akoma do të ishim duke shpikur zjarrin. Akoma nuk do kishim këto mrekulli që kemi ndërtuar ditët e sotme, këto avancime në teknologji dhe kjo mrekulli që kemi ndërtuar botën tonë. Po ashtu, në zgjedhjet e fundit, qeveria dhe personat e tjerë përfituan nga inteligjencë. Atëherë, do nisë duke të kthyer përgjigje, më pyete për doktorin me inteligjencë artificiale. Jo, nuk doja një doktor me inteligjencë artificiale, nuk mund të thuajmë kurrë se askush nuk gabon, gjithkund gabon, sepse pak më parë të thash edhe shifrën se sa përqind të rasteve i jep në mënyrë të gabuar. Gjithashtu ti pak më parë the se inteligjenca artificiale ndihmon ata persona që nuk kanë aftësi për të përthithur gjërat si duhet, por më pas në kontradikt me veten duke thënë që inteligjenca artificiale sjell inovacion tek bizneset, pra nuk mund të marrësh një punëtor, por ke inteligjencë artificiale. Në fakt jo, sepse jo çdo kush për të krijuar këtë pajisje të inteligjencës artificiale duhen shumë analizë data, duhen shumë specialist të softwareve, kështu që kjo do të mbyllte shumë vende pune për ata persona të cilët ndoshta nuk i kanë mundësitë për të ndjekur disa deg universitare, siç janë këto që përmenda, që janë deg që kërkojnë një përkushtim, një inteligjencë, por gjithashtu dhe nga ana ekonomike kërkojnë mbështetje. Dhe në qoftë se marrim një rast për shembull tek minierat, ku është bërë që në mënyrë me inteligjencë artificiale të nxirren këto metale, atëherë ku do shkojnë minatorët apo ky grup i minatorëve? Kjo do të ulte shumë papunësinë dhe do të sillte gjithashtu një kaos edhe nga ana shoqërore. Pra, jo gjithmonë inteligjenca artificiale do ta ndihmonte, mund të ndihmojë nga njëra anë, por do të hap shumë probleme të tjera në shoqëri. Dhe ne e dimë se një vend si Shqipëria nuk i ka ato aftësi për t'i përqafuar kaq shumë ato që ti përmende. Kesi të falenderoj përsëri për argumentin tënd. Dhe do të rikthem përsëri te puna e mjekut të AI, pasi me sa shoh nuk po gjejmë zgjidhje përfundimtare. Si ju thatë që unë rash në kontradikt me vetën, unë do ta them që argumenti është totalisht i gabuar, pasi inteligjenca artificiale me të vërtetë mund gaboj, siç dhe ju 20% e rasteve, por në dallim nga njerëzit, inteligjenca artificiale përmirësohet çdo herë që ne e përdorim. Herën e parë 20%, herën e dytë 10%, herën e tretë 0 dhe pastaj kemi vetëm përparim, vetëm zhvillim, vetëm sukses.
Ju më pas thotë që do humbin shumë vende pune. Unë do të thoja që vendet punës nuk do të humbin, por në fakt do të zëvendësohen. Pasi këto persona që bënin këtë punë të thjeshtë përpara, thjesht mund të zëvendësohen, mund të bëjnë një punë tjetër, e cila mund të jetë me rregullimi e jajt, kontrollimi i saj, monitorimi etj. Së fundi punët e rënda që përmendet, siç janë rasti i minierave, mund t'i bëj inteligjencë artificiale vetë. Dhe njerëzit thjesht mund të jetojnë. Besoj keni parasysh termin utopi, një botë e jashtëzakonshme ku njerëzit thjesht kanë detyrë për përmirësuar veten e tyre dhe jo për të bërë punë të rënda, të cilat mund t'i bëjnë disa pajisje të tjera, pa ndjenja dhe pa emocione. Prandaj them se inteligjenca artificiale është një foshnjë në hapat e saj të para. Gradualisht, që thashmë më përpara, do të ulen rast e gabimeve, do të kemi vetëm përparim. Nga 20% ulet 10%, nga 10% ulet 0%. Dhe më pas do të kemi një utopi, një botë të mrekullueshme, ku gjithë jemi të zhvilluar, të përparuar dhe mund të fokusohemi te vetja jonë. Dhe jo të ngrihemi në mëngjes edhe në orën 7 mëngjesit themi, erdhi koha prapë për punë. Unë për vetë nuk doja këtë gjë. Ju si mendoni? Faleminderit. Atëherë për të mos bërë përsëritës i argumenteve, por për të kaluar tek argumentet të tjera, unë do të them se më përpara u përmendën dosjet e printerve që janë bërë nga 3D, që u përmend përsëri te mjekësia. Në fakt dosjet e printerit 3D janë krijuar nga njerëz dhe jo nga inteligjenca artificiale, dhe kjo duhet kuptuar. Tek pjesa e papunësisë përsëri biem në kontradikt sepse duhet të bësh shkollë, ashtu sikurse unë e thash, dhe gjithashtu inteligjenca artificiale nuk është se krijon diçka të re vet, por ajo thjesht bën ripërtëritjen e informacionit dhe thjesht na e sjell ne në mënyrën se si ne kërkojmë. Pra që do thotë, nuk ka një inovacion në atë çfarë ajo na tregon. Thjesht bën një ripërtëritje të informacionit dhe na e transmeton ne. Atëherë, sipas komisionit të Europian, po, 7.000 vende punet janë mbyllur nga përqafimi i inteligjencës artificiale. A nuk është kjo një shifër mjaftueshëm e lartë për ata persona të cilët nuk kanë mundësi që të shkollohen pasi nivelet e tyre nuk përputhen me nivelin universitar? Të falenderoj për argumentin tënd, por përsëri mendoj që në fakt ju po bini në kontradikt me veten tuaj. Pasi dhe vetë çfarë përmendet që analizimi të dhënave kërkon një kohë shumë të gjatë. Unë do të thoja që me inteligjencë artificiale ky proponim i dhënave mund të realizohet në punë minutash. Nga punë që njerëzit e bëjnë për vite, muaj, dekada etj, ne mund të themi inteligjencë artificiale do të na mbarojë këtë punë në një kohë shumë më të shkurtër dhe përfitimi do të jetë shumë i madh. Pasi këto informacione që do t'i merrnin pas një viti, 2 vitesh, 3 vitesh, 5 vitesh etj, mund ta marrim në punë minutash, gjysore, 1 orë etj. Me këtë informacion që ne marrim, mund të përparojmë akoma më shumë dhe mund të zhvillohemi sa më shumë. Një shembull tjetër do të jepja nga koha kur njerëzit akoma nuk përdornin makina, por përdornin kuaj, përdornin kafshë të tjera për të bërë transportin e tyre ditor. Gjithë ata në kohë mendonin që është wow, çfarë është çmenduri, çfarë janë këto makina, çfarë kjo është shpejtësi e madhe. Në atë kohë duke çmenduri. Ditën e sotme ne asnjëri prej nesh nuk mund ta mendoj jetën pa një makinë, pa një mjet transporti, e cili do ta ndihmojë të ecë në ditën e tij të përditshme dhe të arrijë aty ku doj. Së fundi do të përdor një shembull, Quantum Computing është një kompani e cila janë kompani të ndryshme, por më kryesore do të përmendja kompaninë Google, e cila merret me këtë çështje për disa vitesh tani dhe ka arritur në atë pikë që këto teknologji ajo i përdor për të zgjidhur probleme më të vështira në botë, që as njerëzit vetë nuk janë përpjekur me dekada, me qindra vite dhe nuk mund të kanë zgjidhur. Për këto probleme që nuk mund të zgjidhin njerëzit, kush mendon ti se do t'i zgjidhë? Unë them se inteligjenca artificiale. Së fundi do të jap edhe një shembull tjetër nga kompania Microsoft, e cila para disa muajsh krijoi një chip i cili ishte aq teknologji e lartë, i cili do ta ndihmojë këtë quantum computing që të arrijë në fazat e saj gradualisht derisa të arrijë në pikën përfundimtare, ku ne do të fitojmë, do të jemi vetëm përparim gjithmonë. Së fundi dohet ta mbyllja me faktin që mendojnë digitalizimin si një çorp e papërzyer mirë. Në fund kur përfundoj fare, do të jetë shumë e shishme. Ose ndryshe, mendojni inteligjencën artificiale si një shef Michelin, që e merr informacionin, e përpunon, e transmeton dhe e paraqet ashtu siç duhet për ne. Faleminderit. E dëgjova me vëmendje atë që ju thatë, por nuk bie dakord, pasi inteligjenca artificiale, siç e përmendëm edhe në debatin që kishim më përpara, të gjitha sistemet online shpesh shfaqin probleme edhe me sulme të ndryshme që ndodhin, që bie në kontradikt me ato që tham pak më parë, me argumentin që ju thatë.
okej, mund ta pranojmë si inteligjencë artificiale kohëve të fundit po përparon, por në Shqipëri ne nuk mund t'i përfaqësojmë internetin apo shumë gjëra të tjera që inteligjenca artificiale kërkon. Nuk duhet të harrojmë se po jetojmë në Shqipëri dhe nuk mund të marrim shembuj të tjerë nga bota që na rrethon, pasi ne dim shumë mirë se çfarë kushtesh na duhen në vendin tonë. Ne dim se Shqipëria nuk është një vend që mund t'i përfaqësoj shumë mirë këto kushte, si për shembull ne u bëm me një doktor, marrim shembull me inteligjencë artificiale, por ne nuk në një operacion fiken drita, çfarë do bëjmë ne pastaj? Kështu që Shqipëria nuk është një vend që mund t'i përfaqësoj këto inovacione. Na duhet shumë kohë për të arritur për të bërë i barabartë me një vend tjetër që mund të jetë në Europë. Kështu që kur flasim për shembuj, duhet të marrim shembuj të vendit tonë, jo për të folur për shembuj të ndryshëm në Europë. Faleminderit. Faleminderit të dy skuadrave, faleminderit të dy liderave. Tani është momenti që juria të mblidhet dhe pas pak të mësojmë se cila do të jetë skuadra që do të vazhdoj garën për kampionatin kombëtar debates. Shihemi pas pak.
Mirë, bëhemi gati tani, të marrim edhe rezultatin. Justini? Jemi gati? Mirë, jemi gati tani. Para se t'jap fjalën juris, duhet jeni... Kishte ndonjë koment? Jo. Duhet jeni të sigurt që vlerësimi bëhet në bazë të asaj çfarë ne dëgjojmë, prandaj ka një juri, përndryshe do e vendosja unë rezultatin që në fillim. Dhe nuk do i ndiqja me vëmendje çdo gjë që thoni ju, por keni parasysh që çdo vlerësim është subjektiv, që do të thotë juria vlerëson për atë çfarë dëgjon. Absolutisht që nuk janë të saktë 100% në vlerësim, sepse përndryshe do përdornim inteligjencën artificiale, por në rastin konkret ne kemi zgjedhur që të kemi persona me mishe dhe kocka, i thot italiani, ndaj vlerësimi që ata do bëjnë është i pakontestueshëm. Sigurisht që mund të ketë edhe nga ana e tyre gabime, sepse janë njerëzor. Kështu që sido që të jetë vlerësimi, ne duhet ta mirëpresim. Kjo tregon kulturë debati, tregon qytetari dhe padyshim duhet ta pranojmë ashtu siç është. Sigurisht që gabimet, e thash edhe një herë, vlerësohen, por edhe gjykohen, që do të thotë në qoftë se ka pasur shifra të gabuara, ato do merren parasysh. Pa asnjë lloj dyshimi, apo jo. Kështu që përpos kësaj gjëje, tani është fjala e juria të japi vlerësimin, edhe ta dëgjojmë me kujdes edhe me qetësi. Fillimisht dua t'ju përgëzoj për debatet që ju patët sot. Ne shijuam shumë këtu, po dua të them që është shumë e vlerësueshme, kam qenë disa ditë që dhe në Shqipëri me strimeve, po
aktivizohet kultura e debatit, dëgjimi i palës tjetër në një kontekst ku zakonisht këto dy elemente i kemi të vështira. Dua t'jap disa komente të shkurtra për atë që unë dëgjova sot. Më pëlqyen shumë që faktet dhe dëshmitë që ju dhat ishin tepër të diversifikuara dhe prekët qasje të ndryshme që lidheshin me temën që ju dha. Kjo ishte më shumë në debatin e parë, ndërsa tek debati i dytë më duk sikur diversifikimi i qasjeve u fokusua pak më shumë në disa çështje shumë specifike dhe doja të dëgjoja më shumë argumente tjera. Për sa i përket burimeve që ju përdorët dhe që unë dëgjova, më duken burime të sigurta dhe të besueshme, kështu që ju përgëzoj për këtë gjë. Dhe këto janë disa komente përtej pikëzimit edhe atyre elementeve tjera që ne dëgjojmë, po dhe disa elemente tjerë që ndoshta sugjerime për debatet e ardhshme. Tek debati i dytë më pëlqeu shumë ndërveprimi midis liderave, që më duket sikur e dëgjuat njëri tjetrin dhe u mundua që të jepni të përgjigje në kohë reale për atë që dëgjonit, dhe kjo ishte e vlerësueshme nga ana ime. Në disa raste dëgjova që komente, dëshmit edhe faktet që ju dhat ishin të kontekstualizuara me Shqipërinë. Kështu që për një audiencë që ju i drejtoni, siç janë shqiptarët, ta kontekstualizoni debatin është shumë interesante sepse thithni dhe më shumë interesin e publikut. Shumë faleminderit dhe suksese të gjithëve. Faleminderit. Mirë, edhe për mua ishte debat shumë i mirë, të dyja debatet, po veçanërisht debati i parë kishte më shumë grinte dhe kishte më shumë argumente dhe më shumë dëshmi dhe referenca. Sigurisht kishte një linjë logjike nga folësi te folësi tjetër dhe kishte një kundërpërgjigje të kundërshtarit. Ndërsa te debati i dytë faktikisht ishte spontane dhe edhe pse kishte lidhje me debatin e parë dhe në fakt prisja që të ishte debat çik më i mirë nga dy liderat. Gjëja që unë kam dy gjëra për debatin e dytë, sepse debati i parë vërtet ishte niveli shumë i mirë për të dy ekipet, po te debati i dytë kam vetëm dy gjëra. E para rat shumë përsëritje, pra u kapët me atë mjekësin nga hera parë që folët deri herën e katërt, dhe e dyta citut një dëshmi, një shembull që gabimi e AI-t është 20%. Mos gaboj, e thatë ju. Ku e morët si referencë? Se unë për shifja aty, pyta edhe qatin, edhe nuk thonë dhe shu, do me thënë, nuk ka një gjë të keqe, do me thënë, po nëse themi referencat gabume, kjo është pik minus, edhe prandaj them që referencat duhet jenë të bazume në organizata, në studime, që t'jenë të besueshme. Se në rast se ne në debat përdorim një argument, që themi kot vetëm e fitu debatin që e di unë se 30% është kështu si them unë, atëherë i bie që ne ndoshta pa vullnet keq dashës duam ta manipulojmë çik situatën në debat. Megjithatë, po. Në libër shkolle. Do ta gjejmë atë librin e shkollës. Mirë. Nëse në thelb debati i parë ishte vërtet shumë i mirë nga të dy ekipet, edhe ju përgëzoj sepse të gjithë bashkëpunut me njëri tjetrin, e ndihmut njëri tjetrin, edhe një gjë që më pëlqeu nga të dy ekipet ishte që nga folësin folës kishte nga një temë të re, pra nuk është u përsërit vetëm çështja e humbjes vendeve të punës, po u fol për, se i kam të shkruar këtu të gjitha, u fol për ligjin, u fol pastaj këtej për problemet sociale që më pëlqeu shumë. E mbrojtët atë pjesën e problemeve sociale, sepse një nga plagët më të mëdha të çfarë do ndodhin në vazhdim është pikërisht aspekti social që më pëlqeu, po te debati i dytë keni parasysh këto dy gjëra. E para përsëritjen, që e the atë të mjekësisë shumë herë, dhe e dyta statistika duhet jetë saktë sepse ka shumë vlerë që burimi të jetë i saktë. Shumë faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit shumë për debatin që na dhurut sot. Në veçanti ju që jeni për herë të parë paktën këto 2-3 vitet e fundit. Ju ja keni marrë dorën, jeni çdo vit. Unë kam vetëm disa komente
të vogla, por ju lutem merrni si këshilla për debatet e tjera në vazhdim. Kishte rrjedhshmëri në debat sepse ju I bëni pyetje njëri tjetrit, po e mira është edhe të merren përgjigje kur ka. Unë e di që ju e vendosni kush do jetë folsi I parë dhe kush do jetë folsi I tetë, por nëse dikush bën një pyetje, mund të ndryshohet ralla që ju keni përcaktuar, që t'i ktheni përgjigje pyetjes që u bë. Kjo është të ketë, do me thënë se ju jepni pyetjet ose kjo, ose ndajni këtu dhe këtë. Mirë është që të merret edhe përgjigje, në disa raste edhe humorin, por që ta keni parasysh edhe për herë tjera. Te pjesa e hapjes ishit shumë të mirë, është, do me thënë, edhe nga dje këta ishin më të mirë, debati më I mirë të pjesa që ta përshëndesin kundërshtarin, din që ta ftojnë në debat edhe në bisedë. Kujdes me absolutizmat, nuk mund thoni kur asnjëherë, sepse gjithmonë ka gjëra relative, kështu që kujdesni me këto. Mos bini në kurthin e shpenzimit kohës gjatë gjithë kohës me të njëjtin argument, sidomos te debati I dytë mes liderave. Dhe kam një këshill prap e fundit. Kjo pjesa e fundit, si për folsin e fundit kur jeni në grupe, si për folsit, si për ju si lidera kur jeni në fund fare, është mirë që të bëhet një përmbledhje e gjitha asaj dhe të ma mbushësh mendjen mu si juri, pse duhet jem pro ose kundër kësaj teme. Do me thënë, mos hapni një argument të ri, mos bëni një pyetje të hapur. Mund të bëni një pyetje retorike për ta përmbyll ose një thënie, por jo pyetje të hapur sepse kush do I kthej më përgjigje. Tani, me një diferencë shumë të ngushtë, shkolla që kalon në fazën tjetër është shkolla teknike ekonomike. Faleminderit Lesha që ishit sot me ne. Suksese shkolla tjetër, teknike ekonomike. Mbani vath në vesh ato çfarë tham, sepse shumë e rëndësishme që mbi të gjitha të kemi kulturë debati. Faleminderit edhe një herë. Suksese.